Do të fshim pluhurin e harresës së gurëve të Kalas në Uskan, që sot e kësaj dite qëndrojnë të palëkundur betenave të një kështjelle drejt një kërçove të re dhe të bashkuar. Lashtësi, vuajtje, krenari, shpres. Zoti Fatmir Dari! Të dashur qytetar, se cilin nga ju mund t'ishte sot në këtë foltore, sepse, pa dyshim shumica nga të gjithë ne këtu, dim të bëjmë punë të mbara. Vullneti i Zotit dhe populli më caktoi mua, që së bashku me ju të mbaj këtë përkushtim, përgjegjësi, obligim shekullor, për të jetësuar synimin e vendlindjes son në një vend të dinjitetshëm, të ndruar për të jetësuar sakrificas shekullore për udhëheqje të vetes son. Andaj, ju falenderoj nga zemra për besimin që më dhat. Motra dhe vëllezër kërçovar, më lejoni që me konsideratën më të lartë të përshëndes dhe falenderoj gurbeçarët tanë, që erdhën dhe vinë si rëkej lumejsh duke u derdhur në këtë shesh dhe në çdo skaj të qytetit ton. Ju të dashurit e mi, të ardhur nga 4 anët e globit, nga të gjithë qytetet e botës, gjithmonë të bashkëputur nga ky shesh, nga kjo vendlindje e cila jeton në ne përgjithmonë, me fjalën ton të përbashkës solemne, me prezencën ton masive, me lotin ton, gjakun ton dhe mallin ton të pashuar për këtë amanet brezash, për kërçovën ton, që e mbani në mendje dhe zemër kudo që shkoni dhe jeni, dhe e sillni si sot kur do nevoja këtu, që bashkërisht me ne të dëshmojmë dhe verifikojmë dashurinë tonë përjetshme që kemi për këtë truall. Është e ditur se e keqja nuk mund të mbisundojë të mirën. Është një ligj hynor dhe shoqëror që nuk mund të ndryshojë.